Rebea, bashkëshortja e Mirit, ka reaguar publikisht për herë të parë pas kritikave dhe komenteve të shumta që kanë qarkulluar në rrjetet sociale lidhur me raportin e afërt dhe të paqartë që Miri po krijon me Selinën brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri. Sjellja e tij ka nxjerrë diskutime të shumta mes ndjekësve të formatit, të cilët kanë vënë në pikpyetje stabilitetin e marrëdhënies së tij jashtë shtëpisë. Përmes një postimi emocional në rrjetet sociale, Rebea ka zgjedhur të përgjigjet në mënyrë indirekte kritikave dhe sulmeve, duke treguar mbështetjen e plotë ndaj bashkëshortit të saj. Ajo ka theksuar se qëndron pranë Mirit në çdo hap që ai bën dhe se besimi është themeli kryesor i marrëdhënies së tyre. Në çdo hap që bën, unë do të jem me ty. Ti je më i forti i shtëpisë më të famshme. Të dua shumë bashkëshorti im i jetës. Plot besim për çdo vendim që merr atje brenda shtëpisë. Xhelozia nuk ka vend në martesën tonë sepse është e panevojshme. Jam shumë e lumtur me ty, shkruan Rebea në postimin e saj. Ky reagim është parë nga publiku si një mesazh i qartë për të gjithë ata që kanë aluduar për krizën e çift. Me sa duket, ajo ka zgjedhur të ruajë qetësinë dhe maturinë duke mos përfshirë drejt për drejt në polemika, por duke dhënë një përgjigje dinjitoze dhe të fortë. Postimi i saj ka marrë reagime të shumta, ku një pjesë e ndjekësve e kanë përgozuar për pjekurinë dhe mbështetjen ndaj bashkëshortit, ndërsa të tjerë vijnë të ndjekin me korreshtje zhvillimet brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.